Jemi futur në periudhën e reshjeve, por ende nuk është ndërhyrë për riparimin e bazamenteve të kolonave të urës së bardheve, ku të paktën 2 prej tyre janë ngërryer ndjeshëm nga prurjet e rrëmbyera të lumit Kir. Siç tregojnë pamjet e paradites së të enjtes, ngërryerja e 2 bazamenteve të kolonave të para ka arritur në një pikë kritike dhe situatës pritet të shtohen dëmtime të mëtejshme me nisjen e vërshimeve të para pas disa muajsh shtatësire. Banorët e zonës të ndërgjegjshëm për rrezikun theksojnë se ka qenë domosdoshme ndërhyrja që më herët, jo vetëm për riparimin, por edhe për zgjerimin e urës, i cila aktualisht ka një gjerësi sa për kalimin e vetëm një makine. A shini urën? A shini lumin me të drejtën? Dikun i vetë prit, dikun si vetë hiq. Ura si sa problem? Problem e kanë 3 kalimshë. A shë? Makinat këne nej. Më shojtë e me zonë allergjinën. Këtu i zonë e madhe këtu. Qysh, të uja thive dhe i në thërë shka në dhe slak. Po kërë të zikë se i shkull. Dhe shkullve dolin, në zikë kongëri edhe të rjekë me za. Kjo urë ndërtuar përpara 30 vitesh dhe gjithmonë ka patur kritika nga banorët e bardheve, pasi është papranueshme që të ndërtohet një urë ku nuk mund të kalojnë 2 automjete njëkohësisht. Nga ana tjetër ka munguar mirëmbajtja e saj në mënyrë sistematike dhe përpasoj sot ka arritur në një pikë ku rrezikon të shëmbet gjatë dimrit dhe të shkaktojë edhe aksidente. Nuk duhet harruar se asgjendja rënd që kjo situatë krijon për rreth 5000 banorë të fshatrave të bardheve dhe Postribës, të cilët nëpërmjet kësaj ure lidhen me qytetin e Shkodrës. Prefektura dhe Bashkia e Shkodrës kanë rastin të thyen heshtjen disa vjeçare përballë kësaj situate dhe të kërkojnë ndërhyrje të menjëhershme për riparimin e urës përpara se pasojat të bëhen të pariparueshme.